Roli i presidentit Reldar në këto zgjedhje? Është rol... Mbi palët. Mbi palët, unifikues. Nuk ka pasur deklarata nga zoti Begaj, në fakt, nuk është se ne jemi mësuar... Presidentit i takon të mos marrë qëndrim, i takon të ketë një rol unifikues, sa i përket këtyre zgjedhjeve, pa diskutim kërkohet edhe pritet një thirrje se është lartësinë e tij detyrës që qytetarët votojnë në mënyrë të lirshme, në mënyrë masive, të ushtrojnë drejtën e tyre, ndoshta drejtën e tyre themelore për zhvilluar konceptin dhe për ta fortifikuar konceptin e demokracisë. Kaq mund pritet pak vetëm mund të shkojë më tej për të kërkuar dhe institucioneve të tjera një angazhim edhe më pa diskutim. Jo, ky do të kërkojë pavarësinë e institucioneve të tjera, pa diskutim institucionet përkatëse që janë për monitorimin dhe garantimin e procesit zgjedhor duhet bëjnë detyrën, por mendoj që në lartësinë e detyrës së presidentit të Republikës së Shqipërisë kërkohet një qëndrim të unifikuar mbi palët që shkon konform rregullave të forcimit dhe mbrojtjes së demokracisë në Shqipëri. Që për hir të vërtetës, kjo klasë politike ka cënuar shumë. Mirë, shohim procesin e votimit të presidentit Bajram Begaj. Gjithë vëmendja e medias është e presidenti aktualisht. Kreu i shtetit, po ushtron të drejtën e tij themelore, ndoshta, të votimit. Do të ketë dhe një deklaratë, ndoshta, zoti Begaj pas pak, pas procesit votimit, ndërkohë dy liderët e dy partive kryesore nuk e kemi parë të votojnë. Ndoshta është besoj është pak herët, po merren me ristrukturimin, organizimin e procesit të votimit. Besoj që mund të dalë nga ora 10:30, besoj mund të jetë orari i dy liderëve. Mirë, u mendua pak zoti Begaj kur votoi, ë? Edhe presidenti ka bindjet e tij politike. Ndoshta ka dhe dyshimet e tij. Edhe dy pa diskutim. Se u mendua disa sekonda për të bërë... Kjo është bukra e dhomës së fshehtë, prandaj ekziston për të shprehur edhe ajo aspirata që ka për vendin, për kombin. Zonja e parë duk më e vendosur, në fakt, më shpejt procesi votimit për të. Po bëhen dhe takime tani me ndonjëherë gratë janë komisionerët, po. Zonjat janë shumë të vendosura, për sa i përket vendimeve decisive. Po, burrat më në dyshim. Më të dyshim. Nuk e di, do të shohim zotin Begaj nëse do të ketë një deklaratë për mediat. Me humor, e themi me humor. Absolutisht. Mirë, deri në këto momente procesi ka shkuar mirë, me sa kemi parë, pak probleme në fillim, me konfigurimin e qendrave të reja të votimit, duke nisur nga Parku Olimpik ku kishte fluks madh qytetarësh dhe moshapje të QV-ve qendrave të votimit, duke qenë se nuk kishin ardhur pajisjet e identifikimit biometrik ose pajisjet tjera për të administruar, për të vijuar zgjedhjet procesi normalisht. Gjithsesi tani vijon normalisht, u pa dhe u provu edhe nga ministria, nga zonja kryetare e kuvendit zonja Spiro Pali në njësin 5 në Parkun Olimpik. Aty ishte problematika, dëshmorët e lirisë ishin gjithashtu problematike, por u është rregulluar. Ndjekim zotin Begaj. Për mua u duk një proces i qetë. Proceset zgjedhore janë të rëndësishme për qytetarët, për vendin dhe për demokracinë. Po kjo ditë e sotshmja ka një rëndësi të veçantë për faktin që kemi hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, për herë të parë voton diaspora dhe zgjedhjet duhet të plotësojnë standardet më të mira. Kjo ditë e sotshmja mendoj që duhet jetë një ditë e gëzuar, një ditë feste, ku qytetarët duhet të shprehin lirisht vullnetin e tyre, pa presion dhe kuptohet me përgjegjshmëri që zëri i tyre të dëgjohet. Po kështu, do të jetë dhe procesi i administrimit dhe procesi i numërimit. Dhe administratorët zgjedhor e kanë për detyrim ligjor të përgjigjen kërkesave të qytetarëve shqiptar.
uroj më të mirën për qytetarët shqiptarë. President, gjatë fushatës elektorale kemi parë gjyrë të përdorur gati bullizuese nga disa prej kryetarëve të partive apo subjekte politike. Si ka bërë presidenti këtë fenomen? Në fushatë zgjedhore e përmenda, duhet të ketë ballafaqim idesh, ballafaqim programesh dhe nuk duhet të ketë në asnjë rast, në asnjë mënyrë gjuhë bullizuese, sepse një gjuhë e tillë nuk është pranueshme jo vetëm për politikanët, por as për qytetarët e thjeshtë. Faleminderit. Do të shkojmë Berat, nuk kemi shkuar